Në kryesinë e kuvendit është mbledhur Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve për të diskutuar kërkesën e SPAK për zëvendës kryeministre Melinda Balluku. Të pranishëm në mbledhje janë edhe prokurorët e SPAK që kanë bërë kërkesën për heqjen e imunitetit. Ne do të lidhemi direkt me gazetarin ton Muhamet Veliu. Muhamet, unë të përshëndes. A ke mësuar se çfarë po ndodh në këtë mbledhje? Doris, për të dytën herë kreu i SPAK Klodian Braho dhe prokurorët e tjerë të SPAK Dorina Bejko dhe Dritan Prençi kanë ngjitur shkallët e kryesisë këtu në Kuvendin e Shqipërisë për të marrë pjesë në mbledhjen e dytë të Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, duke ngulmuar në marrjen e autorizimit nga Kuvendi i Shqipërisë për imunitetin e zonjës Belinda Balluku. Ndryshe nga mbledhja e shkuar e Këshillit, ku zonja Balluku u përfaqësua nga avokati Ardian Kalia në të mbledhje të dytë, mbrojtjes së bashkuar edhe motra e zonjës Balluku, avokatja Pamela Qirko. Në këtë mbledhje janë prodhuar debate të shumta, të cilat i ka udhëhequr antari demokrat Gazmend Bardhi, i cili ka kërkuar që mbledhja të zhvillohet me dyert të hapura. Por kjo nuk ka ndodhur pasi është votuar me votë e socialistëve që mbledhja të vijojë me dyert të mbyllura, siç edhe kanë kërkuar prokurorët. Ka patur një debat mes Gazmend Bardhit dhe Tauland Ballës. Ky i fundit i ka thënë se jam i habitur që Partia Demokratike është kundër kërkesës së prokurorit për zhvillimin me dyert të mbyllura të kësaj mbledhje. Kërkesa është e qartë, ka thënë Tauland Balla. Prokurori e do me dyert të mbyllura. Jeqe Sharak thoni duam pikën 1 dhe nuk duam pikën 2 të njëjtës kërkesë nga prokuroria. Citohet të ketë thënë Tauland Balla, i cili ka theksuar mirë Shqipëria për këtë opozit. Nga informacionet që vinë nga kjo mbledhje me dyert të mbyllura, sugjerohet se prokurorët e kanë përfunduar tashmë prezantimin e tyre dhe është mbrojtja e zonjës Balluku, e cila është duke kundërshtuar kërkesën e SPAK. Më pas do të vijohet me pyetjet e antarëve të Këshillit si për SPAK-un ashtu edhe për mbrojtjen. Qartë, të falenderoj Muhamet Veliu.